mbajta të fshet shtatzanin time për 8 muaj nga familjarët e mi. Sa po ndava këtë fakt me ndjekësit e mi në Instagram, më kanë ardhur me mira mesazhe se si arrita që ta mbaja të fshehur nga familjarët për 8 muaj rresht shtatzanin tim. Dhe kur them familjarët, unë kam fjalën për fisin dhe farefisin, jo për prindrit. Dhe pyetja se si arrita ta mbaja kaq të fshet shtatzanin time për kaq gjatë, është shumë e thjeshtë fakt. Mjafton mos flasësh me gjysmën e fisit, ashtu siç u flas unë, edhe mbahet e fshehta. Nëse s'ke kontakt, si do ta marrin vesh ata? Është për te shakas, një nga vendimet më të mira që kam bërë në jetë është të mbaja shtatzanin e fshehtë dhe e kam shijuar në maksimum, jo se po të merrnin vesh njerëzit do më ndërprisnin së shijuari shtatzanin, absolutisht. Thjesht në ato muaj unë ndjeva që nuk doja që ta ndaja me askën tjetër përveç familjes. Patjetër që nuk bëja asnjë postim në rrjetet sociale me barkun, thjesht bëja me fytyrë. Më vinin mesazhe nga më të ndryshme sa shumë që nge shëndoshur, po jo po si po ha kaq shumë. Prandaj thuhet që ore mos i bëj komente tjetrit që s'të takon, se ç'pun ke ti tani sa është shëndoshur ose do psuar tjetrit. Sikur edhe të thuash e tham pa të keq, nuk ka askujt çfarë të interesoj se sa shëndoshët apo dobësohet një tjetër, sepse tjetri mund të jetë edhe shtatzan. Mund të duke kaluar në një shtatzani të keqe që ti nuk e di fare dhe ti ja rëndon akoma më shumë gjendjen psikologjike me komentet që i bën. Jo në rastin tim, nuk më interesonte se unë ma ktheja përgjigjen. Do thosha më mban burri mirë, prandaj jam shëndoshur. Tani që mendoj, i bie më ke mbajtur mirë me vërtet. Edhe kështu e merrni përgjigje nga unë, por që kjo është një nga arsyet që nuk duhet të bëni komente vende pa vend që nuk ju takon. Çdo njeri e shikon veten në pasqyrë, nuk ka nevojë për komentet tuaja ekstra. Kështu që për ata që jetojnë në shteti, nëse keni dëshirë që mos ta thoni familjarëve, por patjetër që të bashkëpunoni me prindrit. Është një eksperiencë që e sugjeroj. Se bëj shaka, varet që secili se si ka hallet e veta. Unë thjesht tregova eksperiencën time. Kjo ishte,